Kush prej kandidatëve që janë të shpallur mendoni që e merr Prishtinën? Kështu jo kemi fut edhe njerëzve në ecjet e tyre në kryeqytet për t'i pyetur se kush e meriton që ta merr Prishtinën. A do t'jetë përparim Rama apo të tjerët? Kush e meriton Prishtinën? Kush e meriton Prishtinën? Orhan Ismaili. Pse? Se është... Më duket që është shumë i vendos njeri, jo sikur këta tjerët, me bëj gare, po është një tip i vendos. Kam kime votu këtë herë? Unë kam votu Orhanin. Pse mendon që Orhani e meriton? Pse mendoj që është koha për Orhanin. Krejt kanë qenë kryetari, po do të mendru. Nuk ja kena jep mundësin ati. Po, se kena jep mundësin. Prishtinën gjithmonë kam dashur me fitu edhe prapë fiton përparimin të tërësat. Sa mendon? Është njëri thjesht, o njëri punëtor, është njëri pa sherr, e meriton e mandat. Jo, nuk më zbulu, nuk e di. Është që maj mire. Përparim Rama. Kush po dënë ti me marë? Jo, s'kam të referum se krejt për raj njejt. Krejt për raj njejt? Po përparim me Orhani, Hajrullah Qeko, Besa... Jo, unë jam për vetë vendosin, kështu. Hajrullah Qeko. Pa tjetër, me ndryshu pak. Po rajnë, ama unë jam për vetë vendosjen. Cila tash është? Ka aty rana, ka normale. Po matë buta. Ka disa që nuk janë angjel mirë, po shumica, a i madhi është angjel. Se edhe nonën e ti kom pas profesorish, është shumë patriote. Nona kom. Po nona Albinit, Arifën, kom pas profesorish.